Si të dobësoheni me 2 gota ujë. Nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës vjen një studim që ndihmon për të dobësuar pas tërmundime. Nëse jeni në kërkim të hileve për të dobësuar pas shumë mundim, atëherë duhet të pini 2 gota ujë para çdo vakti. Kjo ndikon në rregullimin e sasisë së ushqimit që konsumohet, duke limituar kaloritë e konsumuara dhe duke çuar kësaj në dobësim. Ky është një rezultat i studimit shkencor të zhvilluar nga studiuesit e Virginia Tech dhe i botuar në revistën online In a Bottle. Studiuesit mbajtën në vëzhgim 48 persona mbi peshë për 3 muaj, të cilët para çdo vakti pinin nga 2 gota ujë. Në fund të 3 muajve rezultoi se grupi që pinte ujë rregullisht para çdo vakti kishte humbur nga 5 deri në 7 kg. Studimi u prezantua gjatë American Chemical Society në Boston, kur shkencëtarët theksuan se të pirjet e 2 gotave ujë para çdo vakti ndihmon thellësisht për t'u dobësuar.